Përshëndetje, jam me zotin Jakub Kuçi nga Durrësi, I cili sapo ka marrë vendimin pozitiv nga INPS për pensionin italian. Zoti Jakub, sa vjeç je? Unë jam 71 vjeç. Po, ke punuar në Itali apo jo? Kam punuar 8 vjet në Itali. Po. Më ka dhënë pensionin 276 euro. Jam I kënaqur me kaq sa dalë. Okej. Po në Shqipëri ke punuar? Kam punuar 25 vjet. Do ta thuash sa lekë ka dalë pensioni shqiptar apo e ke sekret? Po jo sekret nuk është një sekret që më tap. Ka dalë 22.000 lekë të reja. Të reja, dakor. E besoje që do ta merrje pensionin italian? Duke parë politikat që ndjek italiane, jam shumë I kënaqur. Jam shumë I kënaqur që në fund u arrit qëllimi I përbashkët Itali-Shqipëri. Që u bë marrëveshja Itali-Shqipëri para një viti në 1 korrik 2025. Është kënaqësia e jona e para, pastaj Edhe jona bashkë juve. I falenderim shumë I madh qeverisë italiane që është interesuar për ne shqiptarë. Edhe zyrës. Edhe zyrës patronato I Nashqizlit. Është një diçka që të hap dritën E jeshile dhe të jep jetë. Është jetë. Po që është goca që po na filmon. Jeni mrekullueshëm. Faleminderit. Faleminderit Besida, je mrekullueshëm me Faleminderit. Jakub, ne morëm me marrëveshjen pensionin, me marrëveshjen që u bë. Dhe ke marrë që nga 1 korriku 2025, dhe kjo është gjë e bukur, sepse kemi marrë të grumbulluar gjithë pensionin. Sigurisht të jemi realist, Italia mban edhe taksat IRPEF, që është tatimi në mburim ta mban një shumë të vogël, me që ka ardhur ajo shumë më e madhe, por gjithsesi është një gjë jo e papërfillshme, le të themi. Është normale, është Po, normale. çfarë do kemi kujdes? Është normale, është vërtet, se kështu funksionon sistemi. Ka ligjet e veta dhe do të përshtatemi ligjet. Po. Shtetet Çfarë do kemi parasysh, sapo ta shpjegova brenda në zyrë që do bëjmë çdo vit bashkë gjallësën, modulo di esistenza in vita do ta kemi me kujdes, çdo vit ta bëjmë si procedurë që mos na ndërpritet pensioni. Po këta janë gjëra që ja shpjegoj çdo pensionistë dhe jemi të kujdesshëm dhe e marrim që të gjithë. Patjetër që do I bëjmë këto marrëveshje. Ta akuzosh babi. Takzosh. Faleminderit Beskida. E bëm si qeveritar që shtrëngojnë dorën. Qeveritar jeni të dy.